Ore besimtar, ketë na kena me shku të Allahu Dhul Gjelal. As kush për neve s'ka me mend këtë dënja. Heq as njoni, ku e ki babën, ku e ki gjyshin, ku e ki migjen, ku e ki stërgjyshin. Ku janë ata? Kanë shku të Allahu Dhul Gjelal. Edhe na, ketë na që i nasot këtë gjami, mas 20-30 vjetë dhe shumica për neve s'kanë me konë. Ama ka dalim o vllazni, kur e vnojmë vërë, njeri që ka qenë besimtar, shahadetin e ka thonë, namazin e ka falë, agjërimin e ka majtë, zeqatin e ka dhonë nëse ka pas me dhonë zeqat, haqin e ka kry nëse ka pas mundësi me kry. Ka dalim të madhë, kur e vendosim varë këtë njeri, edhe kur e vendosim ma tjetrin, që ndoshta shahadetin e ka thonë her pas herë tek e tuk, ama namazit hiç që ka bon një shanë. Agjërimin ndoshta e ka majtë, ama gjatë agjërimit ishin zeza ka bon. E zeqat e haq as i ka shku menja me bo. Ka dalim mes këti edhe këti. Allahu Dhul Gjelal thot, inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alejhimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Ata që thënë Zoti jem është Allahu dhe rinë besnik në këtë rrugë, besimtari i devotshëm e i sinqert, momenti kur ata e japin amanetin, e japin shpirtin, u vinë me laqet e i thëjnë, mojnë e men, se cilit për neve në momente ku kina me vdek, kanë me na ardhë me laqet, nëse jemi kontë mirë me na thonë, en la të khafu, wa la të ahzenu, mos u frigoni, as mos u mërzitni, mysh dhe për ju gjennetin që Allahu va ka premtu.